Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka përkujtuar Ditën e Europës me një mesazh për të gjithë qytetarët shqiptar. Në fjalën e tij ai deklaroi se Shqipëria ka bërë përparim të rëndësishëm në procesin e integrimit evropian. Dear citizens of Albania, I'm addressing you today as future Të dashur members qytetar of the shqiptar, European po ju drejtojmë sot si antar të arshëm të Bashkimit Evropian. Në Ditën e Europës, ne po festojmë projektin ton të përbashkët evropian, kur antarët tanë themelues zgjodhën unitetin mbi përçarjen dhe bashkëpunimin mbi konfliktin. Ata vendosën të ndërtojnë një të ardhme paqeje, lirie dhe prosperiteti mbi hirin e luftës së dytë botërore. Ne besojmë se ardhmja juaj është në Bashkimin Evropian, po bëhet një punë e madhe për ta bërë këtë realitet. Shqipëria ka bërë një përparim të konsiderueshëm me negociatat gjatë vitit kaluar. Ju inkurajoj të vazhdoni me vrullin e reformave. Së bashku do të ndërtojmë një të ardhme të përbashkët evropiane, rroftë Europa, thuhet në mesazhin e Antonio Costas. In the negotiations during the last year. I encourage you Ta vlerësoi ecurinë e negociatave gjatë vitit të fundit dhe nënvizoi se perspektiva e Shqipërisë mbetet antarësimi në Bashkimin Evropian. Costa gjithashtu inkurajoi vijimin e reformave, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit dhe ndërtimit të një të ardhme të përbashkët evropiane.